Në momentet e fundit, domethënë kur mu ka konfirmu lajmi se Fadili është të ra, domethënë shumë keq e kemi përjetuar në atë periudhë. Shumë keq, edhe shumë rëndë se është ka një ndër prej protagonistëve të luftës dimjenjitës Fadili në atë zonë. Është ka një dhimbje e madhe për UÇK-n, për neve shok dhe për gjithë ushtarët e UÇK-s. Me Fadilin domethënë është kon njeri i pazëvendësueshëm, njeri që e ka dashur adhetarin, njeri që ka ditë komunikoje, njeri i besueshëm, edhe për neve është kon një humbje shumë e madhe për Fadil Limonin. Për Fadil Limonin fjalët janë të pakta sepse ai vepra e tij ka treguar domethënë se është kon një humbje e madhe për gjithë shqiptarinë, jo vetëm se për Kosovën, po për gjithë shqiptarinë është kon një humbje e madhe për të. Edhe sot e kësaj dite ne jemi krenar me ta, po edhe gjithë shokët që e kemi njoft Fadilin, domethënë kemi pas një boshllëk begit të fortë në ato periudha të kaluara. Një ndër betejat më të ashpra ka qenë betejë në fshatin Vakcinës, ku edhe aty ra dëshmor. Të flasësh për të është pak, sidomos për mua, shumë me emocione se kemi ardhur bashkë këtu në fshatin Vakcinës në atë betejë shumë të ashpër dhe unë me disa shokë jemi kthej pa ta prapë. Sa i ra këto dëshmor me datë 25 maj, ka qenë një ditë për neve shumë ditë e rëndë, ditë që nuk mund të harroj kurrë. Komandantin, gjithçka që i folën ndoshta edhe të provat, po unë kisha për të thënë se komandanti për neve vaksalive është i shenjtë. Se të shkosh dikun me një betejë bashkë me shokë edhe të kthehesh pa të është shumë rëndë.